Ndodh shpesh që ekspozimi i punimeve të teknikave të ndryshme të atelierit të grafikës të prezantohet aty ku veprat realizohen, pikërisht në laborator. Kuratori i ekspozitës Ilir Kaso, për ekspozitën grafik 13, ka bërë këtë gjetje për të paraqitur teknikat e ndryshme të realizuara nga studentët më të mirë. Unë kam punuar me studentët gjatë gjithë vitit, edhe kemi prekur teknika të ndryshme, si teknika e gdhënjes në linoleum, e gdhënjes në dru, teknika e gdhënjes në aquatinta. Janë shumë interesante dhe ne donim që ti ekspozonim gjitha teknikat, ti hapnim edhe për publikun. Një ndër risitë e këtij viti është riciklimi i letrës, ku më pas studentët stampojnë dhe realizojnë krijimet e tyre. Cikli që ka lidhje me autoportretin, mund kam dash të bëj një autoironi me veten time, domethënë sepse nuk mund ta përjashtojmë veten nga realiteti. Gjithë. Edhe kam realizuar të portretin tim duke ndërthur me qytetin, duke bërë një ironi të vogël me qytetin, me këtë sepse gjithë kemi nda pak faj për gjithçka që ndodh në këtë vend. Arti rrugës, aplikuar në një instalacion, në një grafit shumë ngjyrësh, bazuar në grotesk, jep një dimension tjetër të artit pamor. Them që e gjej veten sepse te ky lloj aplikimi ka shumë lëshmëri. Animacioni është një tjetër gjini e preferuar nga studentët, edhe pse kërkon shumë mund. Timet duhet të jenë pothuajse të njëjta, thjesht duhet të ndryshojë lëvizjet vogla, domethënë imazhi duhet të jetë pothuajse i njëjtë me imazhin pasardhës që të krijohet vetëm lëvizja. Për shembull, nëse lëviz një dorë, do vizatohet vetëm dora derisa ku shkon kështu. Dhe krijon 25 vizatime për të krijuar 1 sekond film, 1 sekond video. Nuk mungojnë edhe realizimi librave me dorë në formë artizanale. Gjithë procesi fillon vetëm nga letrat edhe më pas përfundon në një libër të tillë ku gjithçka është në mënyrë manuale. Edhe këtu kemi disa shembuj dhe këtu. Të gjitha janë bërë nga unë edhe nga goca. Ekspozita e grafikës prezantoi punime të teknikave të ndryshme, kryesisht të akuantinës. Karikaturës, ku si model janë përzgjedhur vetë studentët e këtij atelieri.